vona. Se drejtori do të mërdesh. Lideroj shqiptar, se të drejtë. Pjesë... Jo, po bëndë pas, disa e, këtë drejtë, por s'po mërët parasysh. Ky rasti konkret. Duhet, ta marrë fjallën, bazë të ligji, në pushtetit vendor, që me këtë të net, vitit të me të smullit. Se cili duhet të zbatoj, regulorën e preshtë të Këshillit, në 27. Që do të fjerë për sekretari. Tani, sekretarja Këshillit, në qofë se hasë vëshësi me punojës e administratës, ta i paraqesim grup, të vrejtet që X drejtori apo X zyrë për kace, nuk i sjellë po, merë masë. Propozojnë të merë masë. Sepse tu kurrim, çdo ankesën e paraqesim sekretarës për materiale, se fesh po kompetencë saj. Unë kam shumë të leta blokojnë ndoshta të procedurën mendi që kemi qartë, nuk ka pse marrë bazë. Jo, nuk ka shumë tallë me këshilltarë. Nuk është për tallë. Jo, po për tallë se nuk është. Unë gjithmonë sa për djenitën në djeni kryetar në çdo vonesë apo sjellje një material jashtëfate. Jashtëfateve, atëherë pse këshilltarë kur bëhet lidhje për një mbledhje jashtërave janë korrekt. Për mos penguar procedurat. Atëherë duhet ta bëjmë, sepse është për e rrugës. Është drejt dhe kemi këtë disa herë, mundi. Si shqetësim, rasti konkret është problemi jonë, shumë se bashkisë, është me sa mora vesh tani se tani në përmiratimin e raportit komisioneve të dhënies medaljeve dhe të vendosin deri, është këpik apo jo. Dhe nuk ka ardhur raporti komisionit. Kjo është. Raporti komisionit tani përsa i përmeqet përmendën komisionet, pse disa komisione mbjellën dhe disa nuk mbjellën, që janë më të rëndësishme për komunitetin. Po problemi është komisioneve. Pyetja është, është thirrur komisioni i strehimit? Është thirrur komisioni i financës? Se do ta për utilita rana, por pse është thirrur vetëm komisioni i shëndetësisë? Është thirrur komisioni i dhënies tipeve. Ka legislacionin legislacioni është për gjithë. Nëse një komision do të mblidhet për një çështje që përmban entitetin, normalisht do të mblidhet. Megjithatë, komisioni nuk i thret sekretaria, duhet ta thresë ne kryetarët e komisionit. Kështu që përgjegjësinë duhet ta marrim ne komisionet. Atë tek ajo tek linja po. Nderuar kolegë, ajo që në rrjetet sociale, sekretarja thotë komisioni të mblidhet. Nuk thotë sekretari. Jo, problemi, jo, për mua. Jo, për mua. Por realisht është sepse pse dy komisione mbledhen dhe të tjerë nuk mbledhen. Pse nuk thirrën? Tani ne thëmë atë gjon, ta japun një shpjegimin. Pjesën e komisioneve ne di që kemi problem. Unë mbledhjen e muajit fundit bëm një ristrukturim total të komisioneve. Besoj inshallah na ecën ato që bëjmë ato ndryshimet. Puna është e tillë që nga legislacioni që është në fuqi nuk është detyrë e sekretares së Këshillit për mbledhjen e komisionit. Megjithatë, është detyrë e kryetarit të komisionit. Nderuar kryetar, sekretari e di rendin e ditës së materialit. Nuk e di un pa marrë. Komisioni mblidhet pasi gjithmonë pasi vin materiale. Nderuar kryetar, sa vjen nga artije? Me gjysmë materiale. Sot merri materiale tjetër. Po pse ka ardhur ti tjetër? Zarve janë ndarë javën e kaluar. Tani unë s'po kemi letë. Së s'tash mirë në përparë. Mondi do e kuptosh diçka në procedurën. Tani nuk po. Nderuar sekretar, nuk e kam personalen e ty. E kam për mbarvajtje se si funksionon Këshilli dhe si funksionon administrata. Hapësirat i kemi nga fillimi i muajit deri në fund muajit. Dhe mos bëjmë materiale të vinë në Këshill për diskutim. Nëse problemi zarfet janë ndarë që javën e parë. Megjithatë intereson e policinë bashkake nëse ka pas në punesë për pjesën tënde, pastaj janë ndarë që javën e parë. Dhe funksionon në momentin që shpërndahen materialet. Këshilltari njihet me materiale, kryetari i komisionit mbledh komisionin. Megjithatë, unë nuk e kam lënë që ta bëni ju atë, e kam lënë gjithmonë me sekretarin, sekretari e ka bërë atë punë, me filan ka. Megjithatë, nuk na ka jetë pjesë e komisioneve se nuk kemi qenë realisht gjithë me atë përgjegjësinë e këshilltarit të të mbledhur edhe për të marrë. Kjo është e gjitha. Rasti konkret i kësaj pike është shumë problem, është pjesë e Këshillit, kjo është pjesë e raportit Komisionit të Dhënies Mandateve, por ju e dini që
sa kemi vuajtur me këtë komision dhe sa kërkesa ishin. Ne miratuam sekretarët e veçanta për ta bërë sa më optimale pjesën e zgjedhjeve, sepse realisht kishte nevojë për përmirësi. Tani të shikojmë përmirësohemi se kështu është kjo punë. Po. Bëjmë propozim atëherë që këto ne kemi problematikë gjithmonë, ta vendosim që deri në datën 20 komisionet të lidhen. Se kur bëhet mbledhja e këshillit pasaj, ose gjithmonë materiale nga administrata janë okay. Dhe ne kemi gjumjas që deri në datën 20 ne si komisionet të mblidhemi për problematikën që ka këshilli. Është problemi tek materialet, Megjithatë, nëse deri në datën 20 materialet nuk janë gati, atëherë rakordojmë me gjumja për të gjetur datën optimale për të mbledhur. Megjithatë, si procedurë, bashkia të cilën materialet 2 javë para, por duke qenë se kemi qenë gjithë kohës për të bërë me fjalë 2 javë para si do. Prandaj po them kemi qenë gjithë kohës që ka procedurën e vet deri në prandaj po them, edhe nuk e di arrihet kjo data 20. Megjithatë, ta shikojmë. 25 pas rrugë. Po vetë vonë do të këshilli. Mirë, ta shikojmë që ka mbajtur tjetër, ta shikojmë se do procedojmë me këtë pikë. Mirë, edhe votimat e pikat e renditës, kur është përfunduar tani. Mirë ato. Vazhdojmë pikën e parë për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin maj 2026, fondi 6%. Përshëndetje, bazuar për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin maj 2026 nga fondi 6%, mbështetur në ligjin 57 datet 18/7/2019, fitojnë në total 42 familje me një fond 588.813 lekë, e ndarë kjo sipas njësive administrative. Nga këto 42 familje përfitojnë kompleksimin e energjisë elektrike 23 familje, diferent nga muaj më parë që mos nga 44 shkon në 42, për arsye se njësia administrative tuaj ka refuzuar 2 familje pasi kanë mbushur afatin 12 muaj dhe kanë riaplikuar në sistemin e ndihmës. Ka ndonjëherë se jemi qartë. Ka ndonjëherë diçka. Mirë, edhe më të kur është përfunduar arsënim. Miratohet. Vazhdojmë pikën tjetër për trajtimin financiar të dëmeve të shkaktuara nga zjarri e muajit gurt 2025 në territorin e Bashkisë Gramsh, sektori emergjencës civile dhe shtërinë. Përshëndetje. Siç e dini, për zjarrin që ka ndodhur në njësinë Skelebega, duke qenë se Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile na sjell një fond kushtëzuar gjithmonë çdo vit, këtë vit kemi planifikuar që ta çojmë për dushpërblimin në elektroshtëpiate në vlerën 50% për secilën. Ju materialin e keni parë dhe emra, bashkë me vlerat dhe sta ju bje pushim, se do mund t'ja u lexoj emrat. Janë preventivi. Ka janë pjesa tjetër atyre që përfituan. Jo, Këtë shpjegimin ai bëhet që të jenë qartë njerëz. këtu janë të gjithë preventivat e elektroshtëpiate. Çdo person që ka pasur banesë do të ka pasur brenda banesës. Elektroshtëpiate. Këtu janë vlerat e preventivit, sa ka shkuar elektroshtëpiatja dhe me 50% se sa i bie që të person person. Mirë, çfarë doni të lexojmë emrat pastaj, ju e keni materialet. Të don. Ka ndonjëherë Për lapsu të një familje vajti syri më. Shembull, tradutarë që kini jashtë në për zbacini që jeste një. Më fakt po? Që këtë jeste njëshi. Në të lasë.
pse o mami nga I kemi dhe si kemi sajuar, por nga Jam atë, se janë të juaj. Sepse komisioni thot ka ardhur preventiva për kazë si më poshtë, vion. Tu s'ka preventivë. Thjesht ka shumë. Po pra, se si këtë bashkëngjitur në material, për preventimin për çdo familje. Se ishim shumë S'ka preventiv. problemi të shumë. Mund të shkojnë në martë Jo, jo, s'ka problem. Do të tasim rastet e tjera. Komisioni është dhe për të Jo. Jo, pra, sigurisht Megjithatë edhe mund ta kishte bërë, ja kishte bashkëngjitur. vete shumë, gjithatë materiales. Pa pushtet ka ndërrush dyshetarë. Janë shumë Nuk pyet bashkia për një topletë. Jo. Mos ta uli më shumë të I më institucionet e tjera jo dhe. Kur të shkojmë dhe shpenzime, të kemi ka shpenzime, operative. Megjithatë mund të them që materiali është I plotë, shterisë për mua. Nëse do ishte mbledhur komisioni, do ishte kërkuar preventivi, por natyrisht që kjo shumë ka dalë nga preventivat e bëra për çdo familje. Dhe është për të vlerësuar edhe puna e administratës që kohë e kohë u bën evidentime, I përcaktuar zonet dhe natyrisht do vjerë kjo shumë. Por kështu edhe qeveria që është përgjigjur në kohë reale për të sjellë këto fonde dhe për të qenë pranë qytetarëve. Kështu që unë them ta votojmë si se diskutojmë më shumë, sepse çdo preventiv është I bazuar në atë takimin fizik që është bërë në çdo banesë. Dy fjalë doja unë në lidhje me këtë pikë. Është me komision në momentin e evidentimit, kur kemi shkuar për evidentimin e dëmeve, është bërë dhe evidentimi I dëmeve në elektroshtëpiake. Pra është I firmosur nga komisioni, është I pranuar dhe I firmosur edhe nga kryefamiljare apo një nga pjesëtarët e familjes. Tani, përveç se mund të jetë bërë më shumë se duhet, më pak nuk është bërë. Megjithatë, ne kemi menduar që një pjesë të fondit e emergjencave që drejtoria e përgjithshme e emergjencave nga se për rastet e emergjente ne menduam që t'ja kalojmë për dëshpërblimin e elektroshtëpiakeve banorëve të zonës së Shëndërbegasit prekur nga zjarret e vitit kaluar. Duke qenë që qeveria e ka dhënë pjesën e parë të dëmshpërblimit për shtëpitë dhe presim brenda 2 apo 3 muajve të ardhshëm, sigurisht brenda mbulesimit përfundimin e gjithë dëmshpërblimit të banesave, pra në presim këstin e dytë. Menduam që ne si bashki të bënim dhe ne pjesën tonë, pavarësisht se edhe në pjesën e parë të dëmshpërblimit shtëpiave puna voluminoze e administratës bashkisë ishte që u arrit në 4 muaj kohë rekord veshje dëmshpërblimi I parë. Megjithatë, ne menduam që një pjesë të fondit që na ka ardhur ta çojmë për dëmshpërblimin në masën 50% të dëmeve në elektroshtëpiake të banorëve të atyre zonave. Në Skënderbegas dhe në fshatat e njësisë Skënderbegas janë duke u rindërtuar shtëpiat, janë duke u rekonstruuar shtëpiat e djegura dhe për të më mirë që paratë që morën nga shteti në formën e dëmshpërblimit po I riinvestojnë dhe po I hedhin prapë në banesat e tyre, I kanë bërë edhe më të bukura, edhe më të mira, edhe më të forta. Tani pjesën brenda të elektroshtëpiakeve po ja japim ne, me aq sa na jep ligi patjetër, me 50% në shpërblimit. Na mbetet pjesa tjetër që jemi duke diskutuar me Ministrinë e Bujqësisë, mundësinë e dëmshpërblimit në magazina bujqësore, stalla dhe në të mbjella. Besoj që do të arrijmë diçka, megjithatë pa u bërë realitet nuk mund të flasim. Po, kam duke për materiali është korrekt I plot për mënyrën se si është përfituar. Po ajo që doja të bëj një pyetje dhe 2 sugjerime ishte te pjesa e shumë totale I fondit që është dedikuar. Sa shkon? Suma totale është që ka ardhur është 9.342.420 Që do të thënë I dedikohet komplet këtyre 51 familjeve për pjesën e dëmtimeve elektroshtëpiake. Kurse 2 pyetje janë kryetar ju e cekët parakisht dhe në fjalimin tuaj, lidhje me pjesën e dëmshpërblimit për dëmet fizike të objekteve që
që bashkia I ka dhënë familjeve rreth 17% dhe pritet pjesa tjetër për të përfshirë në 50%, kur parashikohet, duke qenë që pritet akti normativ I qeverisë dilte në maj qershor. Ka një informacion ku mund të dalë, domethënë, se kjo është ajo që pyesin për ditë pjesa më e madhe që janë të prekur nga kjo. Dhe e dyta, lidhe me dëshpërbim me gjithë zgjallë dhe vreshtërisë, sepse janë dy komponentë që kanë të bëjnë me vlerësime të ndara. Pjesa e objekteve 50% sipas vendimit të ministrave dhe pjesa e vreshtërisë dhe me gjithë zgjallë që është një tjetër mekanizëm dëshpërbimit për këto familje të prekur. Nëse keni një informacion, është ndodhur dite. E para, nuk ka pasur një informacion nga ana jonë zyrtarisht që pritet dalin VPM-ja apo akti normativ të dalin në maj apo në qershor. Nuk ka pasur informacion që nga ana ne zyrtarisht. Mund të jetë një informacion I shpërndar privatisht apo nuk e di, këtë nuk ti ta marrë përsipër. Ditë them që nga komunikimet që kemi me drejtorinë e përgjithshme pra nga Agjencia Kombëtare të Mbrojtjes Civile, që është e ura lidhse me qeverinë në lidhje me këtë problem, është një fjalë që na është thënë zyrtarisht dhe me kompetencë që brenda vitit përfundojnë vjen edhe pra konstituit dhe përfundon e gjithë faza e dëmshpërblimit të banesave. Në lidhje me pyetjen e dytë, për muaj që jemi në komunikim me Ministrinë e Justicisë për të gjetur një mekanizëm ligjor për dëmshpërbyer në të mbjella, në gjithë gjallë, në magazina rrestave mësore, mënyrën pra për dëmshpërbim. Çështja është që nuk ka një praktik, nuk ka ndodhur më parë. Kjo është hera parë që Ministria po vjen në lëvizje në lidhje me këtë drejtim, pra me këtë sektor, me këtë çështje. Shpresojmë ta gjejmë një rrugë zgjidhje, një mekanizëm ligjor, por duhet pasur parasysh edhe një gjë që bashkia që nga dita e parë e deri më sot që flasim I ka mbështetur banorët e zonës edhe me ushqime për baktin, edhe në balla, por edhe në koncentrat të ndryshëm, por edhe koncentrat të përzier, I ka mbështetur edhe me gjë gjallë, nga shpërndar familjeve, ndoshta jo në masë 100% për çdo humbje që ka mësuar ata, por nuk kemi mbetur pend apo në varësi se çfarë do të bëjë Ministria e Bujqësisë apo çfarë do të bëjë një sektor tjetër në lidhje me këtë gjë. Por ka pasur shoqata, organizata, njerëz të ndryshëm që kanë shfaqur dëshirën të ndihmojnë ata njerëz edhe në, siç thash, në ushqime për baktin, por edhe në bakti të gjallë, pra gjë të gjallë. I kemi shpërndar, një pjesë janë falenderues sepse ne kemi reaguar në kohë rekorde dhe vazhdojmë edhe sot kësaj lidhje që kush shfaq interes, por edhe ku kemi mundësi për të kërkuar mbështetje, na është ofruar dhe na kanë sjellë mbështetje, ne i kemi shpërndar. Tani për ta përmbyllur të thash, për pikën e parë mbyllet nga vitit, ndërsa për pikën e dytë jemi duke biseduar, jemi duke punuar për gjetjen një mekanizëm ligjor, një bazë ligjore për të përmundur dëshpërbimin në një farë mase, në një farë përqindje, sepse patjetër dëshpërbim 100% nuk ka. Kjo është, por megjithatë shfrytëzoj edhe në rastin e Këshillit, unë dje pata një takim me të gjithë aktorët e rëndësishëm në këtë sezon veror që ka nisur shumë I nxehtë, me kryetarët e fshatrave, me specialistët e zonës policisë shtetit, me administratorët, me rojtarët e pyjeve, me të gjithë, me strukturat e shëndetësisë, strukturat e emergjencave civile, strukturën e zjarfikses, për koordinuar punën, për bashkëpunuar me njëri tjetrin, për parandaluar sa mundësi kemi dhe sa më shumë tjetër mundur rastet e zjarrave. Nuk është një lojë e lehtë, kush e mendon tillë, I bëm të qartë gjithëve që duhet bashkëpunojmë me njëri tjetrin, gjithë aktorëve, sepse
Dëshkimet penale janë të rënda në tilla raste. Fatmirësisht një pjesë të madhe të rasteve të vendosjes së zjarrit apo zjarrbënjeve të vitit të kaluar, një pjesë e tyre janë në procese hetimi dhe gjykimi. Të kem parasysh një gjë që siç e thash, nuk është një lojë letrash që po fitojmë edhe po humbim, por të gjithë humbim nga këto ndodhi. Dhe vetëm për të kujtuar vitin e kaluar, se çfarë dëm e shpatëm, e çfarë mobilizimi, e çfarë energjish në harxuar dhe çfarë parash kemi harxuar për rivendosjen avash avash të jetës dhe të aktivitetit atje. Do një mobilizim të gjithashëm, edhe apel sa të mundeni edhe nga Këshilli dhe nga anëtarët e Këshillit për të bërë thirrje njerëzve të kenë kujdes, të informojnë, të raportojnë për çdo rast, e të mos bëhen pjesë e lojrave të rrezikshme në dëm të pasurive tona, qytetit tonë, siç janë pyet, ullotat edhe natyra. Përkalimin e komponencës të objektit të legatimeve, pasuria numër 97, numër 2 dhe 97, numër 3, por si bashkisë Gramsh për qëllim ekstrahimi dhe privatizimi. Sektori investirimit kombëtar në atë vit. Janë Venera Bici 94.3 m2, Shpëtim Brahimi 50 m2 dhe Fatos Lysa 55.7 m2. Kemi të ndarë në emërtim dhe objekti numër 2, pasuria numër 9, fraksionat të 7 në dysh, sa ajo që përmenda më lartë është në tresh, pasi siç e thash një pjesë është privatizuar dhe normalisht i shtohet një numër pasuria. Me sipërfaqe totale dhe sipërfaqe ndërtimi 130 m2. Emërtimin ju e dini se o thash, poseduesit janë Abetin Bici, sipërfaqja 154 m2 dhe Shpëtim Brahimi 24.6 m2. Theksojmë që qytetari i fundit Shpëtim Brahimi e ka përfituar një sipërfaqe hina përpara dhe kërkon të meqenëse është pjesë integrale prej vitësh i atij objekti të përfitojë dhe një qeramarrës i rregullt këtë sipërfaqe 24.6 m2. Dokumentacionit besoj dhe uroj ta keni në tavolina dhe kërkojmë nga Këshilli Bashkiak që ky relacion të miratohet ku dhe qytetarët ta gëzojnë të pronë, të cilët e kanë mirëmbajtur prej vitesh me fondet e veta, ku kanë qenë edhe në kontrata për shkak të e cituar Kushnin, për shkak se institucioni Bashkia Gramsh e ka pas të pamundur rekonstruksionin në mënyrë permanente vit pas viti, ku dhe janë lejuar qytetarët të cilët janë strehuar aty të bëjnë riparime kur kanë kryer dhe fytyrën e vet të këtij objekti. Drejtoria urbanistikës kaq kishte për Këshillin Bashkiak dhe uroj ta miratohet.
Të isha pshallë, Thjesht mos merr pjesë. Mos marrë pjesë në votim do të thotë mos qenë fizikisht, sepse Po, ti ajo ishte do fjalë. tani un kam një diçka lidhe me privatizimin, është një mekanizëm që ka shpik bota sot e 200 vjet përpara. Derisa një pronë publike, mekanizmi publik nuk funksionon, atëherë do t'i kthehet privati dhe ai që ka investuar. Dhe ka qenë sipas një kontratë 12 vjeçare. Një pyetje drejtor. Pse nuk është bën përpara? Ndodhi në një legislacion, në një ndryshim, në një diçka apo ka dalë në një vendim shqip ministrave me ndryshim të përkatës? Tani, gjithmonë legislacioni shkëton ndryshime, por nuk jam unë i duhet të përgjigje për të. Sot u gjet koha e dur për të bërë këtë punë. Edhe kjo nuk është objekti vetëm, por këtë objekte të tjera. Ço do të dalë? Lidhe me ish ato të shitut të kryetar? Ja do të më një përgjigje kryetar. Se kjo ishte objekti. Ky ka ardhur tani vetëm i shtatim. Po. Ne kemi në proces që do të vi muajin tjetër, do të vi ish Shqipu dhe ish Shok, dhe Shokat. Do bëhet të dyja. Shoka është certifikatën e bashkisë, Po por gjeni, të shurë. Tani, edhe një. Këto do vinë për privatizim, janë 3 tatimet Shqipu Shokat, X-i, edhe janë 2 godina tjera, po bëhet gati materiali për të kaluar në pronësi të bashkisë dhe pasi kaluar në bashkisë të ju. Pra janë gjithsej 6 ose 7 godina që do të kalojnë, 3 janë në proces, do hynë mbas tatimeve, ish tatimeve, 2 të tjera, bëjmë 3 ose 4 tjera janë në procesin e kalimit pronësisë dhe pastaj do vim këshill për të marrë pronësinë tuaj për t'la dhënë njerëzve pastaj me proces të rregullt të blerje. Kjo ishte thelbi i pyetjes. Pra janë rreth 7 godina në gjithë qytetin dhe themi që japim disi zgjidhet në mënyrë definitive. Problemave të privatizimeve, të dhëna me autorizime apo me letra pakat. Letra qeraje, po themi, me kontrata qeraje, vite më parë banove. Është edhe tek si ka ajo tek parku? Jo, X-i po, jo ajo. Godina Dykaçe. të para që emërtimi s'po na vjen ndër. Është dhe ajo atje, ku është Abdi Bajrami, janë shpresa Çetezi. Po të meri, po. Është dhe ajo godina. Pra janë 7-8 godina që do privatizohen. Po. Do të është proces. Qytetarët do marrin për natyrë dhe bashkia do marrin tatë. Para tani, tezi komrava, për para... Mirë, ka një tjetër. Edhe votim kur është për kundër abstenim. Mirë to. Vazhdojmë pikën 4 për një ndryshim në vendimin numër 21/27/2026 për disa ndryshime në nivelin e pagave dhe shpërblimit të punonjësve e personave të emëruar të zgjedhjet të Bashkisë Gramsh për vitin 2026. Të vendimit numër 86 datë 27/12/2024 për miratimin e numrit maksimal të punonjësve dhe nivelin e pagave dhe shpërblimit të punonjësve e personave të emëruar ose të zgjedhur të Bashkisë Gramsh, të Këshillit të Bashkia Gramsh. Sektori bërë njerëzor. Përshëndetje, duke urojë një verë sa më të mbarë të gjithëve. Të nderuar këshilltar, Drejtoria Juridike e Bujmeve Njerëzore paraqet përpara jush relacionin për një ndryshim në vendimin numër 21 datë 27/3/2026 në nivelin e diplomës për profesionin specialist muzike fonist në arsimin e lartë dhe të mesëm. Arsye pse kërkesa vjen si shkak i mungesës së aplikimeve për këtë pozicion nga qytetarë, studentë me diplomë të arsimit të lartë. Përfitimet e këtij ndryshimi konsistojnë në nevojat e institucioneve në shërbim të rinjve të qytetit, por dhe duke përcjell dhe duke ruajtur vlerat kulturore artistike ndërmjetëse. Në këto kushte, por duke marrë parasysh edhe faktin që nuk ka kërkesë nga qytetarë me diplomë të arsimit të lartë në këtë pozicion, propozohet që në vendimin numër 21 të shtohet edhe arsimi mesëm për profesionin specialist muzike fonist. Të nderuar këshilltar, ju ftoj ta diskutojmë duke miratuar për vendimin për këtë ndryshim që ne paraqesim. Ka një që të fjalë. Ishe shumë qartë. Të përfshim të lecion artistik duke qenë se shkolla mesme, Nuk gjen. për këtë arsye. Mirë, edhe votim kur është për kundër abstenim. Mirator. Faleminderit. Vazhdojmë pikën 5 për miratime e shpenzimeve faktike të buxhetit për vitin 2025. Drejtoria e Shërbimeve dhe Mbështetjes Racionale.
operative janë planifikuar 222 milionë, janë realizuar 177 milionë, ose 73%. Të shpenzime kapitale janë planifikuar 250 milionë, realizuar 150 milionë, ose 60%. Duhet se jenë të mirë, investimet që ishin kalkuluar për vitin 2024, për vitin 2025. Për modernizimin të ardhurave janë rritë planifikuar për vitin 2026 dhe janë në prokurim të nderimit në legislativ. Tabela 7 keni shpenzimet operative, plan pak ZPZ. Gjithsej 222 milionë planifikuar dhe 160 milionë realizuar. Tabela numër 8 keni situacionin e investimeve, të gjitha investimet ZPZ, sa ka qenë planifikuar, sa ka qenë realizimi. Këtë ditë emocioni bashkëdhënie që keni ju kam më shumë informacion më detajuar, po nëse kam një pyetje. Po, një informacioner, çfarë do të thotë? Po, Drejtor. Isha dy pyetje shumë lidhje me materiale. Duke qenë që realizimi të ardhurave është por 60%. Sa ka qenë raport me vitin e kaluar, vitin të ardhurës ka? Keni dhënë sakt e para, e dyta. Me përqind e investime publike, sa është realizueshmëria? Keni në këtë moment që flasim përse përket investime publike për projektet miratora, që janë buxhetuar. 25 mos 26, po 25 merret. Dhe për informacionin sa ke po 26, nëse e ke. Sa procesi, gjësa e ke, po 25. Vjetër kishin planifikuar 195 milionë euro dhe ishin realizuar 126. Dhe ishin diku tek 60-63%. Keni pasur performancë. Si vjetër në proporcion edhe planifikimin, edhe realizimin kemi në pak. Ku ka qenë problemi që Vjepak zërin. Mos realizimi si kurse përmanda ka qenë tek mungesa e investimeve të mëdha në energjinë. taksa? Përgjithësisht ishin planifikuar disa të ardhur nga shitja e objekteve publike, që u kanë realizuar në vitin 2025, edhe nga zhvillimiet konkretisht kanë qenë disa masa të lëna nga Këshilli i Shtetit për një disa aktime në bashkë me subjekte të ndryshme, dhe ato nuk kanë realizuar, në një proces gjyqësor me subjekte për të realizuar të vitin. Në investimet për vitin 2025 janë 60%, 59.7%. Për investimet e kryera nga buxheti i bashkisë, nësa investimet e kryera nga ministritë e linjës është 100%, 110 milionë. Ka një pjesë raportante përse përket me 40% nivelli i realizimit të Janë tre projekte të rëndësishme që janë tre fshatra kryesore, qerrja e Bashollit, që ishte mos realizimi i vitit 2025. Po që janë proces. disa janë lidhur kontrata, disa janë procedur nderim. Pritet që brenda 2026 mund të Ato janë me tre vite financim, po pjesa e bashkëfinancimit për vitin 2026 do jetë në 100%. Ka në idhën e që të tjallë? Po.
çoke kujt është? Shikoj. Marrësh, apo? Pjesën e karburantit. Edhe këtë me që ushtrat e kanë politike, të pjesën e karburantit, nuk duhet bëjmë me listën nga një atje dhe bëjmë të festë e Partisë Socialiste, sepse karburanti bashkisë Gramsh. Nuk është karburanti. Thuj një emër. Thuj një emër. Emri është vajmë të festë e Partisë Socialiste në karburantin e bashkisë. Kush është? Vajmë të festë e Partisë Socialiste, ku që e bajnë muaj, 2 javë. Kush? Ka nikur gjithë me si të ftuar shaqë, ka nikur me paratë e tyre. Nuk e di, unë kam thënë një Ka nikur me paratë, ka nikur me paratë e tyre gjithë secili. Po jam dakord. Janë bërë 2, 3, 4 veta, ka nikur makinë, ka nikur. Unë kam thënë në kryetar, më ta them dhe ty. Unë 2 gjëra kam. Nata keq me zënë këtë. Unë dua ta kem unë gabim, mos jetë vërtet. Po jo, s'është e dorë, ashtu është. Ti shikoj, kryetar për Kam parë. Në moment që s'më thonë emra, unë i quaj kisha diçka të pjesa mbrojtje që është në fishë, është bërë një, unë sa gura lekun, mbaj në zë sepse i ka hyrë shpresivë, po nuk është në zgjidhje. Mendoj se duhet të ketë zgjidhje se po gryhet. Po dhe nuk është e nevojshme ta gryjmë projnë aty ne dhe ta çojmë gjithë tjetër. Ta gryjmë aty do të mbrojmë lagje, ne pastaj ta çojmë në tjetër. Me që ka. Sa po shumë ta çojmë në tjetër, po mbrojmë edhe një herë aty. qartë. Sa i përket në shpërbimit për karburant, për vitin 2025 që kanë fituar 27 milionë 700.000 lekë për karburant dhe janë realizuar faktikisht 24 milionë e 600.000. Për 3 milionë lekë më pak, ose aty mund të ketë deri 7%. Po, pardon, do. Kjo lidhe me këtë sepse Edhe të flasim në një, mos flasim nga dy herë se jo, nuk është se po e bëj në formë replike, por më shqetëson fakti që tema di qasi që jemi qytet i vogël dhe bojmë pjesën e papunësisë, këtë themi të shkurtojmë edhe punën. Nuk ka sens logjik më valla. Ka sens logjik që ti shtrëngojmë ata që janë punë për të punuar. Që duhen shtrënguar, duhen punuar, okay. Po të heqim pjesën e punës, domethënë, dhe të jetë si pjesë e platformës të tillë, domethënë është e papranueshme ne shoqëri që i kemi, sepse krau fuqisë punëtore, sidomos elementet e rinj, është një problem që po merr për masa të gjera për të vendin tonë. Ne ti marrim, ti afrojmë pati kërkesë llogarie gjë tjetër. Kurse për pjesën e denoncimeve që parafolsi foli, me drejtë është pretendimi i tij, po kur sfidon kretari i bashkisë, thotë, o zotëri me kamerë, me zë me figurë, thuaj kush është, atëherë është pretendimi i rrem ose është denoncim pa faktum, domethënë nuk ka rrugë ndërmjet me të. rregull, po. Po. Në lidhje me materiale. Buxheti i mirator kanë fituar në kushte të ndryshme. Miro. Vetëm ngrihet faktorin këtu. Se mondi time zë tullet edhe më morën nga Skënderbega si më thanë që thuj mondit që kryetari i fshatit ka qenë në çdo komision. Jo kështu më thanë, ja i kam një mesazh. Do ta tregoj. Çdo këshilltar Ja, bazohet tek shkresat që vijnë këtu. prit. Nuk bazohet tek Ndjesto. Po ju ndjekim live thot. Kryetari i fshatit ka qenë antar komisioni në çdo vlerësim nga zjarri. Ndoshta fondi nuk e di thot. Por e ke këtu me mesazh. Po nuk flasot, nuk, lexoj. Nuk ka ndryshim se ai kryetari i fshatit. Jo, ka drejt kryetarit, të ngrihet pak zërin se të gjejnë unë një njerëz. Shpenzime operative 221 732. Kuptohet se shpenzimet operative për çfarë janë? Shpenzime për investime 250 179. I vjen, ku se ne? 28 307. Domethënë, më shumë shpenzime operative se sa investime. Dhe zoti drejtor, nuk lutem. Një funksioner këtu. Është bërë procedura po vjen. Ne marrojmë matin edhe besmoj. Sa të provojmë Ne jemi me këtu. Tjetër, që kam Po çeti po spadi vazhdo dhe. inaugurojmë. Po shumë nga ne. Atëherë, për sa i përket realizimit të ardhurave që nuk e ka 6%. Njësitë administrative ka nga një punonjës statim taksës.
specifika ndryshme mund të kenë larguar shumë, mund të kenë, ka specifika ndryshme. Segmenti sa ser galigați, că ce-am targa donis se kupton. Ne mos u merr me festën ti. Shpon ke ti me festën apo. Mos u merr me punën tonë apo parriera, hadi po. Ti çfarë? Se targa mund të lexoj dhe unë sa duash këtu. Çfarë do targa? Ku e marrin karburantin? Kush tha? Masi do robi që thot, denoncimi pra, denoncoje. Po jo. Po mirë dhe unë është 1 3 4 7 2 5 6 8 8 2 8. Po tani më të po tani targa. Ka qenë po karburanti s'është i bashkisë për zotëri. Karburanti është privat. Mund shkoj kush targ doje aty. Çështja është që kush merr me kartën e bashkisë e kush merr me autorizim nga bashkia. Këtë po, këtë ma faktor mua ti dhe bashkë të dy do i marrin masën. Dhe është ti aty ku do i marrin masën. Bashkë të dy. Jam ndjenit shumë gjëra me unë. Çështja është jo faleminderit shumë, po ti do ma bësh më të lehtë mua dhe te mund ty. Shumë herë faleminderit kur ti më thuash mua datën, orën, vendin dhe kush i ka shërbyer në emër të bashkisë. Dhe kartën, numrin e kartës së bashkisë. Tu më ndihmon mua. Tu më ndihmon mua di. Ai të them unë. Ke drejtë. Ka në një... Ti ke drejtë. Unë po flas me atë. Ti ke drejtë. A vazhdojmë në diës. Ka në një Ti ke drejtë. lidhje me pikën. Një edhe votim. Kërë është pro kundër abstenim? Miratohet. Po pse s'keti kartonë? Si jo, i kam bënë qita. Vazhdojmë me pikën 6. Mbi miratimin e subvencionit të tarifës pagesës për kollohet e livadët për fermerët që kanë kontratë qeraje në ekonominë pyjore, kullësore, Vjedha Skënderbegas. Drejtoria e pyjores.
shkurtimisht ai relacioni që thot Xhelili është kjo. Duke qenë që zona atje ka psuar djegje të mëdha, kryesisht kjo Skënderbegasi. Barinta, apo ata që kanë tufa me bakti, ankohen për mungesën e ekullokës. Pra, për më tepër që edhe Koshnica etj, vetëm nga natyra nuk janë shkëmbor, nuk kanë shumë kulloka. Tani, ideja është që për faktin që vetëm nga natyra nuk ka shumë kullok, por edhe për faktin që ajo është e djegur, por edhe për faktin për t'i ndihmuar ata barinj që shqyr që i kanë ato tufa etj, ne kemi propozojmë Këshillit që 1.000 lekë që është rritur për shkak të VGM-s në 2025 ta subvencionojnë, ta kompensojmë ne, që është një shumë rreth 1 milion e pak të vjetra. Ka që është që edhe ato tufat atje, ata barinj dhe ata të zotët që i kanë ato tufa, të mos ndihen vetëm e të mos ndihen pa përkraje. Duke qenë që edhe mali nuk ofron kullotën, edhe aty ku e ka ofruar e ka djegur, tani edhe i është rritur 1.000 lekë për kre, ne atë 1.000 lekë ja kompensojmë. Me pak fjalë kjo është teknik. Tani, shumë mirë keni bërë që keni zbuti që i zemrë për atë zonë për ta hektara atje. Por unë kishe propozim që ta zbusit pare zemrë. Në qesë ndodhi gjitha e kanashtrohet, gjitha i tërë, me shpia, me parti, me kultore, me qëve shpijake. Dhe të venditur që edhe kërtari thaqë, kullona është aty më të se zemë. Unë përdoja që për një periud 5 vjeçare, to kullona të zerohet ka i të aty. Nuk e gjenë dhe bashkim, nuk e shumë ka i vogël. Kjo shumë ka i vogël ka përbanon nuk e kohë se nuk e ku gjenë bashkis. Unë dhe që për një periud 5 vjeçare, dhe sa kullona të rigenerohet mirë, ta banon mos paguajt. Që të zerohen fare, sa shkon ajo Xhelili, si me apreshim, sa është? Nuk do me. Nuk është problema për 5 vjetë, se për 5 vjetë hajtë se parashikojmë buxhetet e çdo viti dhe ose vendosim këshillë dhe në rregull, se janë buxhete që do vinë. Çështja është që për këtë vit është e përballueshme eri, do më kemi, është zhezishme. Nëse është zhezishme, jo, e gjitha. E gjitha, po, e gjitha. 100%. Atëherë, nëse nga drejtori financës ne na jepet përgjigje që për këtë vit e kemi të mbuluar, pra i përgjigjemi kërkesës së Këshillit, për ne nuk është problem, ju e keni të drejtën për ta miratuar ose për ta rrëzuar, vendoseni, miratoheni, ne kur kemi ardhur për 50 jepjeni ju si Këshill dhe ja ku bëhemi 100%. Po, drejtor, është përballuar. Mirë, e apovisim. Po, ka një kërkesë nga ju, si antar i Këshillit. Po, ka një kërkesë, po shkërtohet nga institucioni dhe nga organet. Po mund të marrë edhe muaj tjerë, se do shikohet me kujdes, qa statusi ka etj. Do shikohet me kujdes se nuk bëjmë dot gabimet e mëparshme. Jo, po mund ta mbajmë edhe muaj tërë, se derisa të bindemi. Patjetër, edhe është kërkesë jotja e vajit tënd edhe e familjes tënde. Po, nuk besoj se u interesohet për qytetarët, u interesohet për veten tënde. Po thuj pra, thuj që kam bërë një kërkesë, ta marrin vesh njerëzit se po shohin live, që ti interesohesh për veten tënde. Po rregull, shumë bukur. Do të qëndroj derisa ne si institucion të bindemi që po. Derisa të bindemi. Derisa të bindemi ti. Qartë. Derisa të bindemi.
tjetër gjë, më kontrata ka 200 copë, 200 kontrata ka. Jo, o Ne Dali. po themi për këtë rast është për shkak se kanë kërkuar vetë ata. Ato janë vetëm kontratat që përfitojnë nga kjo ndihmës që bëhet për Shikoj që kemi të qartë. Propozime, kemi të votojmë. Jo që shikoj që të jemi të qartë. Nuk është çështja që ne do të bëjmë nul kontrata të gjithë. Vetëm për zonën atje së Vegas. Kemi të qartë. Ska gjë ndryshim, ne ratojmë që përqindë sigur. tani e edhim në se po e zgjasim kodën, për çdo informacioni është i saktë edhe po. propozimin shtesë me fjalë të meqense është edhe mundësi e bashkisë për kur është pro kundër abstenimet për të zëruar si taks. Miratohet. Faleminderit. Vazhdojmë me pikën 7. Për miratimin e raportit të Komisionit të Shëndetësisë, Çështjeve Sociale dhe Konsumatorit. Komisioni Marcela, se bëhet ose. A keni raportin? Relatore. A ke raportin? Po. Po s'ka problem, po se pjesë ka gjë. Mirë, po, drejtori financës. Këto shpenzimet e varrimit. Jo për këto shpenzimet tjera.
Ju është referuar komisionit tjetër. Mirë, sa ka ngel buxheti aty? Realisht është një familje shumë Kjo. problematike si familja. Po mirë, qoftë është mundësi edhe qoftë është mundësi. Që është miratuar në komision apo nuk ka hyrë në komision? Se po ato që s'kan hyrë do i shikojmë, Marcela, se kemi na jemi sa kanë ngel se 1,4 milion. Sa janë për Marcela, sa janë total? Ka një nga ato që është për herë dytë? Atë lëmë marrëveshje duke janë se 1,4 ka dhe nuk kanë se dia e nxjerrim deri te fund vitit jap një siç kemi për sa për 5.000 lekë shtreje të gjithë, se janë shumë. Janë Janë nga 25-a. Vetëm një ka që nuk ka bëma. Unë ja propozoj, s'ka mund drejt fare propozoj, po mendoj me qenë se këtu kemi nga 1 milion secili. Mendoj unë. nga 1,7, a do na ngelen deri në s'do kemi asnjë. Për shpenzime varimi? Po nga 1,7, edhe asaj pagojnë faturën. Cili faturën do të pagojnë? O jeri, i kiti aty? Në vendim shini është pëse në vjeja maksimal që mund të fitoj një. Po bëjmë nga 1 punë ma. Po jo, s'kemi përcaktuar gjë në vlerën maksimale, kemi përcaktuar. Nuk e kam përcaktuar. A ja lekë do ba, a ki 14 milion. A do bëjnë 7 milion. Jemi qytetarëve si nga 500 si pun punë. A keni vendosur të jemi nga këto, jemi nga milion. Tani, jemi këtyre gjithin hallë, ata tjerë shikoni, mos i pranoni kur të marroj. Tani rregull për këtë pjesë. O Eri, o Kovet, lutem, apo sa u zgjatëm shumë dhe një pyetje, shpenzimet e varrimit sa i shkojnë? Tek materialet e që të dash, ka dhe faturën bashkë. Që ke faturën? Se ka aty, për materialet. Sa kemi dhënë herë tjetër për shkak? Si ndonë asje pra? S'kemi dhënë. Pasu në pjesa shumë. Do hapim po. Ne do diskutojmë edhe do shqyrtojmë raportin e Komisionit Qeverisë. Po. Për ndëndimi, kush do të parë? Vendimi, kush do të parë? Kush zyrë? Për këto konkretisht po flasë. Po vendimi Vendurja financiare. Po. E shoku jote e s'parë. po çfarë lidhje ka kjo miratojnë këtu dhe rregull? Ja marrim, që s'marrim, apo? Një prapë më i tjetër e dhemi që... Jo, po shkoj të gjë aty po qysh. Po në qoftë se Vaje në firmën e kryetarit të Këshillit ajo me shumë. Po dakord apo vendimi është me firmën e Këshillit për shkak. Mirë, atë edhem në votim nga një secili dhe shpenzimet e varrimit shikojmë varësisht sa është shumë atë. 900.000 lekë. Atë edhem që miratohet cilis komplet të gjithë propozimin i komisionit shëndetësisë. Kemi dhe 6 për 6 muaj, dakor? Vazhdo me pikën 8. Për miratimin e raportit të komisionit zënë të medalje dhe titull vendor të nderit. Po. Mund të jeni. Si jeni? Si kalua? Mirë? Si jeni? Ja dini aty në fund, të lutem, edhe nëse keni diçka ose. Po, zysha. Relatoje pak pjesën. Edhe Komisioni i dhënies në radhën e ekipit të vendor, prezencën e 3 shqiptarëve dhe Stalizani, në e ishin disa kërkesa
thot Zysha, se sa ti relatosh dhe pastaj tesh pra për votim. Vendosjen e shtëpisë rastë të pastroj e tre ndërtimore, Petre Shupani është dëshmor, është në ato dëshmorët që ne nderojmë në çdo ditë. Eri, Dhe njëkohësisht edhe shkolla e Sofijës ka emrin e këtij dëshmori. Ajo kërkon vetëm të vendosi plakat. simbolin plakat. Po, po. Jemi Atëherë, jeni dakord ta kalojmë? atëherë kanoni. Ka njërë, ke bardhë. Atëherë kërkesa e dytë. Julian, Prit. shënoj këto se janë votime. Ore Kërkesa e votimit, me sa u votuar, e shënove? Prit, Julian, lutem. Vazhdo, bardhë, që ta kalojmë votimin. Po i kalojmë një nga një, apo gjitha bashkë? I kalojmë një nga një. I kalojmë një nga një. Kërkesa e dytë ishte për emërtim rrugë. Kemi dy kërkesa për emërtim rrugë. Për emërtim rrugë dëshmorit Ismail Avedi Çekrezi dhe bëhet fjalë për një pjesë rrugë në Lagjën Pisha. Në dokumentacion është identifikuar që aty ishte dëshmor. Urbanistika e ka përcaktuar si rrugë të lirë për të vendosur emër. Ajo që komisioni vendosi ishte që të merret vendimi i komunitetit. Pasi nuk ishte vendimi i komunitetit. Edhe duhet patjetër. Edhe duhet patjetër. Sa atje në Pisha kemi pasur një rast që pati një reakcion nga banorët që kështu duhet pyetur patjetër. Komisioni të vendos. Po. Se i dashur. Prandaj se na çmene për çokat e mëdha, burr, na çmene për burr. Ne atë po themi për atë komisioni atë po thon. Komisioni të vendos. Çokat e mëdha. Ose ti fare je që paska 18 kërkesa, sot po njihemi me emra. Paska dhe 4 për qytetarë deri që un jam jo kundër emrave, po jam kundër masivitetit. Kundër emrave nuk kam kundër asnjërit. Megjithatë sot po i shoh për parë. Që kështu harroi çokat ti. Kto janë nga shoqatat, nga organizatat, nga veteranët, nga Kërkesa e tretë ishte pranë për emërtim rrugë, veteranët shoqërinë kanë bërë rrobe, edhe këto për në fshatin Lion. Edhe këtu rruga është e lirë, urbanistika ka bërë ato piketimet e vet, edhe këtu ne kërkojmë të merret vendimi i komunitetit. Domethënë strategjia ne kërkojmë që të merret vendimi i komunitetit, jemi shqiptarët që vendosin. Mirë, vazhdojmë një. Vazhdoj me pikën tjetër që ka të bëjë me kërkesën e shoqatës Ardetale Tomori për vendosjen e bustit xhamatit. Ja, prit ta bëjmë. Miratojmë mirë këto dhe kalojmë. Tani unë pash raportin e komisionit, edhe ju e keni parë, unë mendoj që siç ka propozuar komisioni, pastaj këto dy kërkesat që janë për merret me mendimi i komunitetit dhe më pas na marrin vendim ne. Ishte dhe kërkesa e parë që ishte për shtëpi baza luftës për Petrev Nazmit Zhupani në Sopir, duke qenë se komisioni e ka vlerësuar në figurë e njohur partizane me radhë, ta miratojmë. Jemi në rregull? E bëjmë kështu? Po. Materiali nuk ka projekt vendimi. Kush syr bashkia mbulonte? Është nga pjesa e ç'po kemi bashkimin. Këshillit Bashkiak e Omondës. Ç'kemi bashkimin? Unë ja shpjegoj. Shmenet me bashkimin. Ja, po marrin vendime. Po ke raportin e komisionit, vendimin e parë. Komisionit kërkesa kush e depozitoi? Zë qytetar do vitë tek një X komision? Po, Qytetarja thonë po. Me që ti zotrije kryetari i kësaj komisioni, unë do ka çek. Ku kujt të tregon? Po tani mos ta balsardojmë, ma bëjmë. Këshillit, po. Këshillit të mori vendim. Ti si Do komisioni. të votojmë bashkia me vendimin e këshillit. Ç'po për Po bashkimin? mondi, çdo vendim që merr këshilli të votoj bashkia, më kush do të votojë. Kështu është, ligj legjislativ dhe ekzekutiv. Pastaj që do ta zbardhë. Arsim kultura. I faqat, po na. Edhe kur merret vendimi merret në pas Po institucionet e bashkisë. raportit total. Jo, në selektive. E bëj Vendimi që jetë marrë punë. duke qenë se unë Të lutem, tani ne do i marrim ne marrim punë. të Sepse për secilin me do të zbardhë me vendim të çfarë. Për të treja vite të marrin vendim. po patjetër pra Jo vendim.
për çdo emër duhet marrësh vendim të veçantë aty për çdo emër. Puna është unë duke qenë mos e zgjatemi aq shumë, duke qenë se 3 pikat e para janë afërsisht njëjta me njëra tjetrën, e thash ti kalojmë vendime sipas pikave. Nëse i doni emër për emër e bëjmë, po do rrimë 2 orë. Unë janë I ka parë komisioni. Po mi më rregull. Po mi më vendimin e me Këshilli Bashkiak. Thjesht Mbi raportin e komisionit. po pra, vendimin e marrim ne. Po, vendimin marrim ne. Unë se kuptoj ç'a shkon këtu. Atëherë, edhe në votim këto 3 pikat e para, vazhdojmë me tjera. Kush është pro kundër abstenim? Miratohet. Tani për tonin të vinë dhe kartonin apo s'u marr vesh. Vazhdojmë me pikat e tjera. Vetëm kjo. Në këtë po se ju ndërpreva, kemi një përfaqësues nga ky rast atë gjë dhe atë dhe pas e kalojmë te rasti tjetër. O Genci, për të rast ka ardhur apo jo? Të dy. Keni ndonjë gjë për të thënë nga kërkoi ardhur në Berat, aty
21, po. Dhe në fillim të 42 veçor në Berat gjithmonë me organizimin e Regjistrit Nacional Shqiptare dhe duke pakur të çet si që e quonim në komite ose kaqake, vajti dhe e ktheu, bërë bisedikë dhe e ktheu të qenë partizanë komuniste. Dhe kështu që vetë në Stalin në quajt komandanti qetës partizane, gjini komisar. Dhe këtu filloj aktiviteti i kësaj qetë. Në prill të 40, në afuni prill të 42-shit, me Stalin janë një lidhet me Zulovë. Pra, në na shpjegoj pak çfarë lidh me këtë zonë. Lidhet me mitë e tim në Sulov dhe pastaj qeta duke erdhi në Korrik, ka ardhur në Zotir, në Kushov, Kumin dhe Jamsh dhe në Prejkës. Ka kaluar 20 qetë. Erdhi prapë në shtatorës, bas qeverimit të Çorrodotës, Ramiz Aramitas, bashkë në Gjermani, se qeta e skraparit nas qeverimit u dhe skraparit sheshtuhte, se Italia fashiste organizoi jo vetëm gjandarmërin, por me forca italiane, me në krye generalin Rabin, për të mposhtur qetën e skraparit dhe për ta ullur rezistencën e këtij populli që ishte ngritur në kryeministër. Dhe për të mos ashtu duke bërë një luftë rreth 2 javë dhe nuk e ullindon, qeta vendosi që të ndahet në 3 grupe. Një grup në drejtim të Korçës, një grup në drejtim të Kotonit dhe një grup tjetër u nis në drejtim të Tomorrecit të Sullovës. Vitin në art kanë pranuar 43 partia. Po desh ja Jo, s'ka problem, Jo, thjesht na thuj pak lidhjen me pjesën e aty ku do të vendoset kursi. Ja, se kemi shumë raste, prandaj. Ka qenë ashtu, çama posur qetën e Zakishtës. Çama mrit në Zakishtës. Plus pastaj do të jam bani të dietës ka parë. Ka ardhur për të ndihmuar Sotirën. Në fund të Za italianë shihina po i ke. Pra arsye se aty u branda se të zhutani. Që po e tatë dhe jepi me njerë që dhe pile në prefekti Jamshit, një letër prefektit e Kasanit dhe ai dërgon telegram lartë në Tiranë se që Alila Lia ka vrarë Fidan, ka marrë Bakti, ka Mirë, kuptoj. Ta bëjmë më mirë në pyetje përgjigje, më mirë sepse zgjallemi shumë atëherë. Po. Kena pyetje në Ka në diçka për të thënë këtë rast? Në pyetje, në gjë. Ata kanë ngritur dhe qetën e Jamshit në marsin e 44. O një gjeto ato, çfarë lidhet me ato çka thashë. Dhe më shkat nga ky fundi që ka çamatosur qetën e Zakishtës. Unë ti dhe jo mirë historinë e Zakishtës. Zakishta nuk e ka përplasur asnjëherë qetën e tij në forca të tjera, të qeta të tjera. Ka qenë shumë i kujdesshëm dhe është i patriot i faktikë. Njeri apo i shkolluar nga të kohë
ta bëjmë pyetje përgjigje. Po. Ishte për të vetë. Mirë atëherë, duke qenë atëherë ju lutem. Atëherë ju lutem. Po ja bëj, atë të shoh. Se kërkoni bus, se nuk kërkoni busin skrapar, po e kërkoni gram. Ata vetë keni dhënë ju fjalën, s'di që kam 4 kuartë të Jo, fjalën se më dëgjën, se s'është me punë fjalë, s'është me punë fjalë. Të flasë për aktivitetin e tij. Tjetër historianët për të. Jetë historia si ka ardhur, ne mund jemi brezi i fundit që njohim atë histori dhe brezat e ri se njohin fare se cilët dhe ne duhet flasim me përgjegjësi kur flasim për një figurë për çdo gjë. Kështu që Tani nga raport historianët tamam duhet përgjigjen për këtë. Që ta përshpejtojmë pak, po faleminderit, e kuptuam atë. Ta përshpejtojmë pak, po visit lutem. Janë disa gjëra në fakt te kjo pikë që e para te raporti i komisionit është propozuar për njanç, thotë nga Tunisia, se ju kërkonin tunj, e propozuar njanç. Familjarët nuk bien dakord. Ja një njësi administrative. Nëse ndjes. E dyta është kjo që prita marrë, lutem se unë dëgjova. E dyta është kjo që na i bised me Gencis po flet, po më thu sot po mëngjes më morën telefon apo se po flasim edhe kërkuat për në Skënderbegas. Kështu që është një pikë që edhe unë mendoj që sipas raportit komisionit me drejt thonë edhe ju që duan historianës edhe këtu pati debat, ju e shikoni që ka debat, njëri thotë është kështu, njëri është ashtu. Sipas historianëve pastaj nëse vin ta mbrojnë. të them dy fjalë për të. Nëse ta shojmë në javë, futën këtu. Sa që s'ka njerëz që më s'ka ashtu. Po bëhet duke konsultuar me komunitetin. Ai ka qenë komavan i qetës së skraparit, ose i Tomoricës, deri në Skënderbegas, në atë kohë, deri në 49 e merte Tomorica, Nartën, Bidhanin, Kërpicën, merte ajo, dhe ati që mund të bëhet ashtë aqë më mirë, që ati të bëhet... Po ju e shkërkuar në tuj, pra se kërkuar në Tomoricë. Unë jam jashtë sa i gjëje sepse këshim në vendosë, por kam një pyetje kështu, temi që ose një sugjerim. Lidhje fakte historike, dokumenta historike nga historian që vërtetojnë aktivitetin e personit të fjalë dhe këshimi nuk është kundër, nuk po thotë që jemi kundër. Ne po thotë, ne nuk kemi kompetencë për të vlerësuar figurën e dikujt. Prandaj ne janë historianët, faktet, janë dokumentat historike që vërtetojnë aktivitetin, figurën, kontributin dhe jetën e një personi, pastaj hajde në këshill të votojnë. Aktiviteti ti, ai është tyshë në marsën e 42, Ta do të me qetës partizane, se ato para... Kush e thot këtë? Kush e thot? E kam bërë skatalim dhe kam votuar. Problema është një libër. Kupton, në libër unë mund dalë tani dhe se kam gjë operatori Dhe njohim për një janë që thot, qeta e Gjermani thot është për Tomoricën dhe Sulovë. Qarë? Po, nuk qili, nuk do të duhet kundër, edhe një. Qarë të dhe Po më thotë që kërkojmë dokumentat e fakte historike që të marrin një regjim. Për këta ai ka qenë komandë Duan qetë. të them një përgjigje ku na thon kush është ky, çfarë përgjigje ti them, cili ka qenë merita për grançë, kështu që si ta bësh Skënderbegas ku se njohë, si ta bësh në tunj pyll në testur në pyll është e njëjta gjë për mua nëse ai nuk njeh dhe nuk ka fakte. Kështu që duhet historiani të flasë që neve të Qeta e Skraparit ka influencuar shumë në Sulovë. Qarkoni Beratit e ka në një kërëvizje të Sulovë. Duhet ta dini që në 42 Mirë, të ka dhe një të rrë të po ta kalojmë për Sulovë. Pa pavarësi se nuk është studiuar të sa shumë. Qarkoni e Shbasanit ka ardhur në 40
rregull. Ka ardhur Alimi fteu bashkë me Kader Musan që ngritën pasaj çete. Në rregull, po, o monde. Në Ose rregull. aktiviteti ka qenë Ja ta bëjmë me çetës Skaparin Kuptoj. dhe po të shikosh ardha në kam fash historikun e qarkolit të Beratit që na